Presidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar vendosjen e trupave në Portland, Oregon, duke paralajmëruar se do të përdoret forca e plotë nëse protestat pranë qendrave të ndalimit të imigrantëve përshkallëzohen. Në një postim në rrjetin social Truth Social, ai e përshkroi qytetin si të shkatruar nga lufta dhe tha se strukturat e ICE janë në sulm nga Antifa dhe grupe të tjera ekstremiste. Vendimi ka shkaktuar reagime të forta nga zyrtarët lokal, përfshirë guvernatorin e Oregonit, Tina Kotek, cila deklaroi se nuk ka kërcënim për sigurinë kombëtare dhe e quajti vendosjen e trupave një abuzim me pushtetin. Ajo tha se është në koordinim me prokurorin e përgjithshëm të shtetit për të shqyrtuar përgjigjen ligjore ndaj ndërhyrjes federale. Trump nuk ka sqaruar nëse do të përdorë gardën kombëtare apo ushtrinë në rregull, por Pentagoni është shprehur i gatshëm të ndihmojë Departamentin e Sigurisë Kombëtare në zbatim të urdhrit presidencial. Ne jemi të përgatitur të veprojmë nëse presidenti jep udhëzimet përkatëse, deklaroi zëdhënësi i Pentagonit Sam Parnell. Qendra ICE në Portland ka qenë në shënjestër të protestuesve që prej qershorit, me përplasje të herpashershme mes protestuesve dhe forcave të rendit. Trump e ka përshkruar vendosjen e trupave si pjesë e përpjekjeve për të luftuar imigracionin e palishëm dhe për të mbrojtur rendin publik. Nga ana tjetër, kritikët e akuzojnë për përdorim të ushtrisë në funksion të agjendës politike. Guvernatorja Kotek u shpreh se komunitetet lokale janë të qeta dhe nuk ka nevojë për praninë e forcave federale. Tensionet pritet të rriten nëse trupat vendosen realisht në qytet.